time edhe një fitore e radhës e lëvizjes vetëvendosje. Për më pak se 7 vjet, kjo është fitoria e 5 televizjes në zgjedhjet parlamentare. Kemi fituar në vitin 2019, kemi fituar në vitin 2021, kemi fituar 2 herë në vitin 2025 dhe fituam përsëri në vitin 2026. E pra, të dashur qytetar, ky është edhe një konfirmim i radhës që së paku kjo dekad, e unë besoj edhe shumë më shumë se kaq, është e qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje. Prandaj edhe në këto zgjedhjet e 5 parlamentare, për më pak se 7 vjet, u dëshmua që të gjithë garojnë, shumica votojnë, e ne fitojnë. Unë ju falenderoj nga zemra dhe jam për jetë mirënjohës për gjithat angazhim, punë, përpjekje, mund që keni bërë që lëvizja vetëvendosje të vazhdoj me qeverisjen e saj të mbar e të mirë demokratike, ku ne i bëjmë bashkë sigurin e shtetit e të kufive me mirëqenjen e qytetarve, ku ne i bëjmë bashkë edhe punëtorët, edhe ndërmarrjet, edhe infrastrukturën, edhe bujqësin, i bëjmë bashkë edhe kujdesim për nëna e fëmijë, edhe atë për burra e pleq, për djem e vajza pa dallim. Faleminderit shumë për gjithë këtë mbështetje e përkrahje të pakursyer e të parezervë në secilën sfidë e pengesë që kemi pasur. Pra nuk ka vështirësi që nuk e kemi te i kaluar. Edhe atëherë kur është dukur e pamundur, ne e kemi realizuar.